kthyer, kemi kaluar në një moment tjetër. Zonë e zotëri, do të vi në vazhdim një mysafir tepër i veçantë. Në të gjitha segmentet e jetës, neve shqiptarët, sidomos në viset shqiptare, që dikur ishin të robruara, e sidomos në Republikën e Kosovës të pretenduar, jemi munduar që t'i kryojmë të gjitha segmentet e jetës, të gjitha profesionet, në mënyrë që një ditë të jemi të gatshëm e të përgatitur. Gjatë këtij rrugtimi janë krijuar personazhe të veçanta, profesione të veçanta. Një i tillë do të vinë në vazhdim, nga se kur kemi folur për pilotët shqiptar në Kosovë i kemi pas shumë me ket. Bilen gishta dorës me i numëruar. Një i tillë, pas një përvoje deri në pension, zonja zotëri vjen këtu për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Ramadan Sadikaj. Hajde ta mirë se erdhe. Si e ma mushtarak, i përmbohet, nuk ule deri sa sullen edhe të tjerët. Ata kam thënë mirë, Sadikaj a Sadiku? Ja, na Sadikaj e kemi. Sadikaj se jeni të veçantë ju i stogu. Në rafë që të listogu, po gati krejt rafë do gazinit jemi me aji. Me aji? Jo gati krejt, ka deqani, pak edhe ka i stogu, këta tjerë ju kanë përmbojt kështu, po juve ju doket. Te ku bon, si u qëjtë fshat juj? Studenic. Studenica me aji, jo krejt dyjoja, si krejt dyjoja. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetara. Zotri Ramadan, ju jeni pilot. Pilot avionës, aeroplanës ushtarak. Ke fillu e këtë rrugë në vitin 1970? Atë 7 vjetën. Viti shkollor 1969-1970. 69-70, e ke fillu vitin e parë shkollor në shkollën e mesme në Mostar, a? Mostar. Në Mostar. Po para se me shku, shkollën fillore e ke kry në? Në Vrel, bëni fshatë shumë afër. Në Vrel, aty. Në Multistogut, po. Po si erdhi kjo dëshirë? Me thonë të detin, në im, që është si thmi, derisa e rujsha baktit, neve fushat e fshatit Studenic, me mocanikët e mi, qka, tentojshme me fluturua, qka? Nuk më ka shku menja që një dit dhe të bëjmë pilot dhe dhe të fluturoj vetëm me aeroplan në moshën 23 vjeçare. Me thonë dhejtë e datë ko, më ka ndjek një dëshirë për të bërë pilot. Një pasion e shisha se për mjek, se çdo gjë, çdo lojë që e bëjsha në për me mocanikët e mi, përfundojke me aeroplan. Me diçka me aeroplana. Për shembull, i hodhshim aeroplanat që i marrëshim për letre, edhe çdo herë aeroplani jam ka qenë ma shumë ti ka qenë në ajër. Pse kjo, pe i dashuris apo e perfekcionisht, e bëjshë ma mirë? E kom pas. A e ke pas këtu brenda? E kom pas në brenda ato. Unë milje dhe zëzë ja kisha zëli, të isha qysh për mundë a i shikoje si po fluturojnë? Edhe bike ndeg me kam tap, të isha që fa ndjenjë, qysh mundet kjo, sot pilotit ja bën 3 km pistën, e 50 metra gjanë, edhe kanë herës ja qëllan. Edhe kjo, edhe plot tjera sane që kanë njëre plan që delë kënë horizon, e për cilësha. Po si ndodhi kjo tiku, kjo dakiku që të regjistrosh në shkollu shtarake? Klasa e 8, në gjithëtër atëre për edhe në kanë 8 vjeqare, për më ndaj 8 vjetë, jo sikur tash që është 9. Klasën e 8, në gjithëtorin e 2, një arsimtar, hini me një letër në dorë, me një konkurs. Kjo është hera parë që në për shkolla e në shku konkurset, që dhe për shkolla ushtarake. Edhe pana pyet heq, në zgjodhë 3 vetëve aty në klasë, ta qëre konkursi për shkolla ushtarake, bili thash kjo konkurs për pilot. A ishin zonë të mirë? Ja, në zgjodhë. Jo zgjodhë, të shkelqyshmit. Të shkelqyshmit në zgjodhë, kishë në shtatë tjerë, por dhe 3 në zgjodhë aj, edhe tash aty nuk ishe ti me thonë, po dua, diçka. Ka caktu, arsimtare, atëre o konë pak ma ndryshën. Që ta shkurtojmë tregimin, shkove pastaj në konkurs u fute në Mostar? Apo? Shë që në qatë ko, unë asë nuk që disha ko më shku. Ishtë një rrugë, për mu shumë e padishme, e vështirë, nuk e disha që apot pret. Çka ndodh?
në çdo shkollë ku më shku, kryesore, unë u lajmërova në qatë konkurs. Bili tha, nesrit, merrni babat, treve na tha, shkoni në stok, kanë më nënshkru se keni më shku në shkollë. Baballar se po shkoni. Po. Dhe ju e pranuat me dëshirë. E pranum. Na tash mund bash ajo më lidh fart. Edhe shkut. Bashkum. Tashi, në Mostar fillove vitin e parë. Kisha kalu pak që që marrë detin në Mostar, se aty ka pas selekcionime shumë mëdha. A ka pas selekcionime? Ka pas shumë selekcionime, kish komisioni mjekësor, Çudik, kështu me shtat nuk je shumë i gjanë, as ka rëndësi për pilotën. I gjatë, po më në i gjanë. Për shkak karriks me katapult. Është ma mirë me konë qështu si unë tja? Ma shkurt se bile o kone caktu me sa bën me konë një korriz bështor i gjatë për në pranu për pilot. Se kur kanë këcy me parashut, kur kanë këcy me katapult, i kanë lëndu korrizin me korriz gjatë, nuk i kanë pranu shumë. Se du që kemi pas në aeroplan, karrika, 4 raketa e kemi pas për funi karrike. 4 raketa? Si në rast të rrezikut të diçka, i e katapultu. Nëse të kanë godit? Po të ke katapultu, edhe në qatë moment kër katapultesh, ka qenë 4G ajo, si kur të shë ullë në karrikë për shamëll. Edhe në qatë moment katapultimit, pesha që kishme kalëzu, një peshore që aty, kishme qenë 17 herë pesha jote. Që shumë është ajo, po mendoj, për një të katë dhe në sekundës, katapultohesh edhe plus të nej vetë hapet parashuta. Kjo ka qenë arsyeja si shumë gjatë, ndajmë dhe ti kishe bujt me konë saj përket gjatësis. E nësa kisha hekë që të frigje që e kom për aeroplane. Gjdo muj minimumin bjen një herë me utu, pa apet nuk unë hishe. Kena me najtë bashkë ma shumë me ma hjek, adin? S'keni katapult që najmë. Se tash edhe, adin jemi në rinin e hershme, kemi nevoj me na hjek frigjen kështu në... A ju nështu testeve teorike dhe praktike? Një javë. Njerë në pej me njerë. Njerë në pej, një komision mjekësor, faktikisht normal. Gjendjen shëndetësore, kështu? Po, toni, një javë kemi pas komisioni mjekësor në Zemën. Në Zemën? Po, një javë e mi shku atje. E aty ka pas, për pas këtyne komisioneve, jo EKG, jo RL, jo këto, për mëndoj, normale. A pastaj edhe fizike, a? Fizike po se po që më ka bo për shtypje, në potë që në një barakomor. Edhe në të heqën oksigenin nga jashtë. Edhe në e bëshin kushët që kur me kona në 3.000 metra, në 6.000 metra, sa ma naltë, sasia e oksigenin. Ajrë është me i rallë, po. Ajrë me i rallë, oksigen ma pak, e truni i shaj që i parit e registran mangësinë oksigenit. Absolutisht, fillon hup. Disa detyra i bëjshim në 6.000 metra, na ishim tokë, ama kushtet i kishe si kur me konë, për shamë 9.000 metra. Ta daj 9.000 metra, edhe aty kishim detyra me ba. Edhe për shamë një për detyrave ma të trona o ka, nësë mi shkru numrat prej 100-ve në 98 poshtë. Një shkru dhe 90 e konë kaluse, sepse edhe të nahet e kemë pasi më të, nëse në tokë din diçka për 5, në e din vetëm për 3. Kështu që, sepse mangësia oksigenit, truni tash... Ta hup kontrolin, absolutisht. Ta hup kontrolin, është ta i pari që të registran këto. Niveli lartë i koncentrimit, që ato kushte, veç pas taj të band të gatëm. Pas taj një të ndrifug. A të futen atë solën atë rotën? Sjellët. A urdhove shumë herë kur... Dole prej asaj? Jo, e ti u fusë sikur më fusë jere, plan isha jo. E të cilë kësë sikur më sjellë në për që salë, po sjellë deri në 4G, 4G, 4 herë pesha jote, ose ajo G-ja 9.81 që është pe fizike, edhe kishim i prek disa susta, sa për mund në shtinë, në qatë ngarkes... Me rujtë kontrolin edhe me prek atje, apo zbresëm apo qovni? Në qatë pesh, në qatë kushtet asaj, qatë peshët gravitetit, të dufke ti me... Shka të dhesku dufke me shkime gjeshtë dhe sa për mund. Dhe më thoni, në konë disa kontrola mjekësore që në konë... Mirë, dam se kemi bisedën qatë gjatë sa me shku krejtë për detale. Dhe i shkove në gjimnaz, u gjimnaz ushtarak, si quhet, si është qujta jo në Mostar? Aty, ku e mi shku, atje nuk nga kanë të regu kur kush a kalu, kush a kalu. Kanë thonë shkoni tash, u këthym na edhe prit
Po të ju njoftojmë. Po të kuptoj, shkum në Mostar. E krytëm, kemi prit na ka thirr, ke shku. Çet moment do të kallëzojmë se për mua ka shumë i rëndësishëm kur shtat telegrami postierit të dera me një fletë ku shkruaj që jeni të pranum në gjimnazin Ushtarak në Mostar. Në Mostar. Për pilot. Edhe u gëzove shumë, ha? Po familja familja u gëzuan? Pa i zdi çka më thonë, apo dhe. Nona, ja normal që nuk i pëlqen. Mërziteshin se po largohet djali. Edhe shkove në Mostar. Aty 4 vite, 1970, deri në vitin 1974. 4 vjet. 4 vjet në Mostar. Tash në shkollë mesme përgatiteshe për pilot. Gjatë shkollë mesme shumë pak patëm në rreth. Bili viti i parë, i dytë, një gjimnaz, si çdo gjimnaz tjetër, matematiko shkencor, që ai përmendoj që si karakteri kishte gjimnazi, edhe kur gjën lidhe me fluturime, na ishim shkolla më bë pilot aty, apo dhe. Po. Në vit të tretë, ja kemi filluar me fluturun velore. A keni filluar me fluturun në shkollë mesme veç? Kur e kryshim vitin shkollë. Velore është aeroplani pa motor. Pa motor. E tërheq aeroplani motor. E tërheq ky me motor. Qet nal 1000 metra, 1500. Edhe ti jetë ta hek sajlën. Ta hek sajlën ti jetu si. Sillun. Po, ashtu. Edhe në vitin e 4 ashtu. Ajo më shumë ishte sikur me kon rekreacion. Po kuptoj nuk u notojshim as kur gjë, po shkojshim do kushte fort mira, fluturojshim me velore, u kry vit edhe u kry. Vit dashta më thon, çat gjimnaz. Kur më shku në vitin 1970, aty para meje vesh një pilot shqiptar kish pas kry. Aleo. Aleo. Ai ka qenë piloti i parë. Që jeton akoma e që e përshëndesim shumë, ha? Edhe që i vetëm që ka arritur të fluturojë një gjë. Meg 21. Do të thonë, deri 7 vite kanë kalu, tani ajo e kam kry. E mbarova shkollën e mesme. Pastaj akademia ka vazhduar automatikisht, ha? Gjithë që e kryshim gjimnazin, gjithë shkojshim në akademi. Në akademi për pilot. Për pilot. Përsëri 4 vjet. 4 vite. Po viti i parë e dytë të kryke në Zar. A në Zar? Në Zar, viti i tretë të kryke në Pull. Në Pull. E viti i katërt i njëjtës akademi në Podgoricë. A në Podgoricë pastaj? Aty ka qenë viti i 4. Edhe tash aty gjatë rrugës, tash po them, ndaj mi kon 6 klasë në gjimnaz, 6 klasë para. A 6 paralele? 6 paralele, 40 nxënës. Sa vojnë 180. A për pilote kemi kry dikon vish 1/3. Sepse gjatë kësaj rruge ka pas shumë seleksionime. Nëse na kanë qenë Zar. Edhe ti ke kalu çito seleksionime krejt. Tamam. Po tu i kalu çito seleksionime, a ka pas një moment kur i ke thonë ja smuj, po kthehna. Shumë vështirë ndaj më di pse kom pas shumë vullnet të madh. A ke pas vullnet të madh? Ha, bukur. Do më thonë nuk je dorzu. Se mbas pari kemi fluturuar në aeroplan Zlin, aeroplan Çekoslovak. Edhe në atë aeroplan kemi kryer 6 motor. Edhe ato orin konë vetëm na selekcionu neve. Kush është për pilot të aeroplanave, kush të helikopterave, edhe kush keq. Po mendoj kush me nejt poshtë. Me nejt poshtë, po ata nuk i ktheshin. Ja caktojshin drejtime të tjera, po drejtim tjetër. Po kishte drejtime të tjera. Më me thonë 1/3 nuk ka lejke. Në cilin vit diplomove si pilot? 77. 77. Në rëben, ku na arrestojshin, na arrestuan, edhe mi lexu tash mas aty në 6 motor lutërimit, kush është pilot për aeroplan, kush për helikopter, e kush në drejtime tjera. Mbete për aeroplan. Edhe ku i kanë lexu aty na ndajmë vështirë, goraja për shembull. Me rëben tash e kisha kry kret më starin, në vitin e parë kret e tash me thonë, ja, valla shkoha pilot, vës në mujta me krye, po ka shumë shtirë kjo, edhe kur më ka lexu emre për pilot, edhe të aeroplanave, kjo ka për mu diçka. A kishte shqiptar të tjerë përveç teje? Qatë gjenerat nuk ka pas. Qatë gjenerat jo? Jo, po ma vonë ka pas. A ma vonë ka pas? Shkollat të shtarake që atëherë në vitin 1970 kanë filluar aty këtu ka pak, tonë kushtetuta vitit 1974, tonë me të madhe. Po të fillu me menuna, pëjqojmë, djemë tanë, pëjbojmë... Po, mas i kemi ushtat atje, mas i ushtat s'po kemi qare pa që, ti kemi edhe oficer tanë atje, ishte ajo. Edhe tash, fillojshin viti para kompletësisht teorik në Zar, viti dytë fillojshin fluturimet. Edhe i kryshen një numër caktuar të fluturimeve,
Mas aty luftërimeve, shkreshin komision me inspektor, edhe apo kalan, as po kalan. Sa aty nuk ka pas, nëse kalan, fill prit ka aeroplani, kishe me jetë vetën. Edhe aty një numër i madh ndajmë aty nuk kalojshin. Nëse nuk ta nënshkruaj kaj, ta qeshin helikopter, atje kalojshin tonë helikopter. A pse me helikoptera është ma lehtë diçka ma? Ma lehtë. Çaj që s'kaloj aty, kaloj ke me helikoptera ose ka pasur rime tjera. Apo Diplomovën 77-ën në Podgoricë. Atë qunë me punu dikun apo mbet aty? Ne nuk mëj pa fol për fluterimin e parë vetën. Këto gjithë së dhe pilot... A fluturimin e parë tash si piloti diplomum, a? Jo, pa diplomum. A i pa diplomum, po? Si në Zansë. Po? Vitin e 2 në Zarë. Edhe kur të kryshat provimin me inspektor... Je student. Student. Pak manal. Student, po. Edhe a i fluterimi i parë është, me të vërtet, është diçka që është fest, faktikisht. Si e ke fest? A fest është? A dyqysh. Une kalova, edhe po mu mrat nesmet me fluturu vetën. Aeroplani. A do më thonë, kalove, diplomove, tash ki me fluturu veç vetë. Kabina dytë kërkosheq, që në kabinë dytë ullet instruktori kërkon, me gjithë se instruktori erë deri të aeroplani. Një mekanik aty të pret, të hep raportin, aeroplani ulesh, instruktori zvjen me ty heq, vetë kimu. Vërtet, ndaj vishë përdu atë ditë, në kokon kohë e mirë. Për fatonin. Po, reza, prita, do pikat shivët nisën për mbinë aty në kabinë. Sa ajo është krejt gjam. Gjam, edhe për thrasën e madha lejen me vozit deri të pista në pra të sipërfaqet manevruse. Unë vozita deri të pista, atë është një vije plot. Do të më nalë edhe një herë edhe me kërku lejen me kalu në pistë. Po e lipen lejen, edhe në gjatë që asaj rrugë që vozita në pato sipërfaqet manevruse, në për tokë që vozit, ato pikat më shumun këtë gjau me mbalor, u më letë shërkush të anësh ato usheke. Po, era. A mo për parën, më grumëllun, kur gjë nuk shisha për parën. Fluturimi i parë, unë nala prita pyrgon, mama le me dalë në pistë. S'ma hep, s'fal ke kërqa. Edhe në herë e pyta, ta ban punan me thonë s'pëgjaj, i kisha pritën e mas 7 viteve, më kisha donë rasti fluturimi i parë. 8 vjetë. Iha, po, tha këthev, tha se është koha kiqë. O këthev. Alla, gati jem gëzu, se s'pelqeke që jo, apo këpëtan. Kështu që të naj u dasht me prit një ditë tjetër. Një ditë tjetër. E aty e tutje të naj. Ishe dikushi, faktikisht ishe pilot. Ishe fluturu vetën. Sa orë fluturimi i ki krejt kështu? Tash profesionale? Qëre, me orë... Pa prova? Me dikon rrë 2500-ve. 2500. Dikon me përkëthyn në aterime, i kam rrëth 5.000 aterimeve. Rrëth 5.000 aterime? 5.000 herë kom ateru me aeroplan. Po se kom pasu në shumë fluturime për arsy se ju më konë në të na instruktor. Se kur e krymna, që pe marim që e kryma zarën, se e kreva pullën vitin e 3, kreva vitin e 4, ndash për ka përcejnë të na qëto, se për gjithë cëllën kam, apo den, është ko shumë e gjatë. Në liber i shkruun? Apo shumë liber? Valla, najmë jo. Shoje telefonin, foli telefonit, të na e shkruun dikush një liber. Po, edhe... A ma i fështirë është ngritja a aterimi? Aterimi, najmë. Kretë është punat e aterimi. Aterimi është... Kretë është punat e aterimi. Të qëre nuk mund është me ateru me që në shpeci dush. E ka është dhe aeroplan e ka me që në shpeci kimi ateru. Nëse të shka me shësimat vogël, e lësha najre. Do të me ateru me një shpeci, që dhe aeroplan e ka shpecin minimali që mundet me met najre. Nëse shka në shpeci, e lësha najre, po më nuk mundet me qëndru, pa forcë ngritë se... Po, sepse shqitja në përajrë, si barë ka në përuj. Zakonisht, shkohet me një shpeci 20%, ma e madhe se shpecia minimale. Së dhe plan e ka shpecin e vetë minimale. Minimale, 20% më shumë. Po, 20% edhe për shambull, nëse është 200 km në shpecia më të atëran, me 240, po ti 40 km e ki që ty?
Bon në rave në qëto, po ti s'munësh me ateru nëse shpejtësia më madhe se 280 për shembull. Se aeroplani ka tjetër pozit, prek me rrotë parë atje. Tjetër pozit ka. Me bonus me zvoglu shpejtësinë tash duhet më sill pastaj, ha? Po, nëse Ja sillesh, ja po. ja nuk sillesh. Këtu dashta me kallëzu në em një non që ka pas djalin pilot. Edhe i ka thonë, të ja dashtë mirën djalit vetë. Biro, fletëra, sa ma ka dale, e sa ma unë s'maja. Ato dyja të ndrëzikshme. Dyja të ndrëzikshme. Sa ma ka dale, sa ma afra, sa i shpejtësisë minimale. Çfarë lloj aeroplanash ke? Po një kom nis tash që ato velores, po të njej, që ato kom fletërun që atë zëllin që kom ba akrobacione që më ka bo fletërime selekcionuse, po e kom fletërun Galeb. Kur thua akrobacione, po Galeb? Akrobacione. Je sill? Që e dajmë ato fletërimi fillestare. Që fillestare, unë që ato ma të shtirin? Jo. Ti vetë që të më njëherë qapo. Me plan se do ka dush, me kërë më sosel qështu. Ja, ato mëson, në qatë vitin e parë, fletërimi mëson akrobacionet. Po, Galeb, the? Galeb, Jastreb. Këta e në konë prodhim Jugoslav. Jugoslav. MiG-21? Vesh MiG-21, s'këm fletëru. A s'ke fletëru? Pse nuk fletërovës? Pa i shqyqyr që s'ke fletëru, se ti e ke lëshu kur kanë fillu luftrat, kështu që s'ka zonë ajo. Që s'këm fletëru. Kur e krym akademin, se i ka përcim të nga qëto, kur e krym akademin, apet në arreshtun, në danë 3 grupe. Një grup për MiG-21. Në qatë e kisha syn, në qatë i të isha më qestin, se MiG-21 në konë Prishtin këtu. E me në jemi për këthejna për fletojnë. E vi këtu? E vi këtu. Në goles? Nga, viti një grup tjetër për instruktar. Tash nuk e di jam zgadana, as më zgadana, nuk e di më caktur mu për instruktar. A caktur më instruktor? Për instruktar më kanë tash ishe profesor instruktor për mi bo pilota tjerë. Tash unë e kisha më mësu, ata që më kishim mësu. Edhe më kanë caktur për instruktar. Edhe fix 15 vite, na e më një më kanë instruktar i fletërimive, e që ato 5.000 fletërime, atërime që i kom pas, 80% një kanë me kandidat. Me studenta. Me studenta. Njëherë kom punu me vite para atje në Zarë, pe Zarës, me mësu me fletëru, e konë në Titograd, në Podgoricë, në Podgoricë kom punu me vitet 4-ta, 13 vite, jo 12 vite kom punu me vitet 4-ta. Ata e këshin kry fletërimet fillestare, e këshin kry fletërimet ditën, natën, në pullë, konë qenda për ditën e natën, kur veshin Titograd, në Podgoricë, në qështu kurim konën i kanë thonë Titograd, atëherë aty ish. Pjesa me vështirë, pjesa e pregaditjes. Aty që kom pas specializim në nështë. Kom pas me mësu që shgjuhet bomba për aeroplanit, që shgjuhet me raket, edhe që shgjuhet me të për aeroplanit. Kretë viti 4, o kanë që të 3 ka pas. Kështu si ushtrime, a ke lëshuti vetë raketat në herë, jo? 100 herë në emë, që shqja. 100 herë i ke lëshu? Që shqja kom lëshu në emë. E kuj në emë sheshe? Jo, e kemi pas ushtrimet. A ushtrimet? Ja. Ta më vona. Me qida raketa, bomba. A të ka rogë me këta? Me këta aeroplana kështu me i ra Jugoslavisë kështu rreth, ja? Paj, a dy qësh, unë vesh në Prishtin do këtë s'këm ateru, interesant. A vesh në Prishtin s'ke ateru? Valam, do këtë se, po, në gjitha aeroporte tjera më ka rapuna me ateru. Po, aty me që keni qenë në Podgoricë shumë afer, ne herë të fluturua, a keni hi në hapësirën e Shqipnis, ja? Na e mone, ja. Po ka ndodhë. A ka ndodhë, a? Ka ndodhë, na e. Edhe me nëherë nota në Beograd. Po, se gjallëgjen verë ka najtë gati. Aty o konë problem, pista në Podgoricë, shumë afer kufinit, si ka 20 kilometra. Po këpëtan, fillu kufinit. Në herë mu që liqet shkodrës, po këpëtan. Edhe, se në kom qenë edhe pilot provus një ko. Piloti provus, kur dikush dysha në aeroplan, nuk konë regull, ka karakteristika, nuk po shilët mirë, diska po mëndaj ka pëndodhë, diska me të aeroplan, atër e qesin jashtë edhe piloti provus ka me shko me këqyrë. E pytë pilotin, qka ki verejnë të aty, edhe të shkanë, unë e konë pilot provus, edhe vish 2 pilot provus jemi konë. Ty do më thonë s'kara me hi në Shqipnia në jakë, se qef me hi me këqyrë? Kara, po, ka ndodhë, kër i provajshim aeroplana, dufë du me shku, do ushtimi kemi pas 3.000, 6.000 edhe 9.000 metra. Po, kër shkojshim shumë lartë, 9.000 metra, atë pistën e kështë përfuni. Krahi i aeroplanit jo Shkodrën, po me konë duk shmërja mirë edhe Tiranën e shishe. E shishe. Se shumë afer aty, apo këtanë. Edhe na që ishin notë, sërë e bëshim provën në aeroplanit, sot pak dole këne i piste, sot duf kemi pistë me bo provimin. Vike nota
na keni... E keni shkel... na keni cënu kufinin. Që e theshe vetën e hera, ati hypin e një, a më nëshën e herë me i hypin e njënit në Tiranë. Tajmë... A të ka shku me një në herë? Jo, që më ka shku, po nuk më ka realizu. As tu ka realizu? A, dipses më ka realizu. Jo që në, sa e kompremu të krem, po o dash dikush me më siguru mu atje që konventa ndërkombëtare nuk ishin në favor të sajna. Ja. Nuk ishin në favor. Ishtë viti, isha lahëret atëherë, po den. A për në Itali, për në Po të kishin këthy ata veç... Pa e që... Të kishin burgos, sot ishe konë me të burgosurit politik një... Allah, i më ikë me gjitha replan atje, e më këthyja pet, e që të një kësa, Allah i fështirë kanë, se rëzën s'ka pas gjë ma letë. Deri në cilin vit punove? Dhe vitin 1992. 92-ën? Po. U presh Jugoslavia? Po, na im, qëto 15 vite, atë zgjedhin një fluturim që kom pas për qefi. Po, hajde, kom pas me të pyt, e ke fluturimin në Kosova, po? Po. Mos e prek që atë se kërset, mikrofoni. Po. Që ne, aty çdo fluturim ti ke pas me kryen detyrë. Ose ne ushtojmë me kandidat, po edhe kur ushtojshin vet, kishim me krye detyra luftarakët që na u duhet me mbajnë non stop, me kona taf si ka nevojë me intervenu dikon. Po se çdo fluturim kushtoi ke për shkakun që aeroplani jam që kompjuterone, ai ka harxhu 28 litra në minutë. Do thonë ishin harxhime të mëdha ato me 28 litra në minutë. Në minutë. Në minutë i ka harxhu. Dhe një fluturim që e kom pas. Të lirë. Fluturim të lirë, nashta pe 5.000 fluturimeve, nashta i kom pas 2 a 3. Po një fluturim të lirë që e kom pasën, që s'mu ka caktu hiç ma shuta ka kime shku. Podgoricë, Prishtinë kom pas me kuj disa detyra, Prishtinë, Podgoricë. Ka i bjen, hiç më kanë caktu. Nalësia, sa ma ullët. Sa ma ullët, na imi shku në 10 metra, 15 metra, 20 metra, që sa e kemi thonë sa ma ullët. Qysh? Shumë ullë, na imi kanë fluturu në 10 metra, 15 metra. Në here, mi tokë? Mi tokë. Që e flutimi të ullëta. Bëhet, e ban, aeroplani, rëshet, ka dëndësi sa me majtë? Jo, sa ma për është dëndësi është me madhe, që nuk e majtë. Po, një për më kalëzu, çdo pilot, që e shen aty 800 km në orë, 900, se shen, ti e shen qaq, po të nuk e shen, kur po hypin naltë aty po shkërun 900 km, kur gjë hiq, speni. Kur gjë hiq, se ti s'munëshën përcaktu shpejtësinë, s'pa pas mjetë referus, s'pa pas diçka po. Reference, ku me kalu. Se atje halap kujtohet dhe definicioni fizikës, dhe me thonë, duhet ti afrosh, ti largosh një mjeti, që është levizja, sa qëmë levizje kona jo. Nëse afrosh ose largohesh një objekti cili nuk levizja, të ati është sa të shku. Edhe pilotin konë gjithë qysh me pa që shpejtësi. Që shpejtësi nuk është shenë naltë. Edhe shumë pilot kanë diviju për detyre veç me pa qatë shpejtësin, me pa me sy shpejtësin, se jo në instrument. Kështu që une qatë të e me kom pas, u konë shumë liberal, që është me thonë, mund nuk më ka caktu. Bilisht nalësia më ka caktu, sa ma poshtë, që është nuk ka qenë natyra dhe tyrës, nuk më informë detale pëse që është poshtë. Dhe ka e më këthy për Prishtine, pasi që e kreva, që kisha me kuj një punë. Po, qësh je nisë? Në Titograd, në Podgoricë, në Prishtinë, i kom pas disa detyra aty me i kry. Gjëja se kom pas. Qa i ke pas detyra, Dani? Jo, me në fotografu në i sena, me në inqisua, me në gjumë në i sena. Qëto raketat ka shkresh në Golesha, a i Golesha, a i ke pa. Kom pas me i azjasu. Aha. Fiktive, normal, fiktive. Kurse këta mikat e Prishtinës, këta e në konë aeroplana gjytës. Këta kanë pas detyrë, dem dy kanë kujdiseru nëse dikush ka cënon teritorin. Këta kanë pas detyrë për me më zbulu mu. Po këda, nëse mu më zbulu. Do më thonë ti mi ju ardhë fshehtas? Shumë, për që da e më shku shumë pas, më sheftas, mja bombardu, mja raketu sistemet raketore dhe më këthy Podgoricë. Unë ise për Podgoricës ka hire? I ko bëra, mëra, së për pjetë cukur me kërë. Që të marshut e bën vetë? S'ma caktun. A s'ta caknu? Shumë rasti rallë s'ta caktojnë. E ta shone, mu isha, kur s'ta caktojnë marshutën, ti mu është mira ka dush. Në përgru këtë marasë. Se në atëherë do të isha kompëthu shumë edhe me kërë asajtë. Po. Në baj ka limit një vangrad aty thash hajt për i bi për qakarë. E dalë në Grykë Trogovës, e në bej, kret lugjeve, dikon me 800 km në orë.
800 kilometra më shumë në orë. Erdhe këtu. Ta na e kreva punën, po ka u ktheva na që kam dul. Ka u ktheva, dikon pa më rrit e klina, se dhe është i bi për kull tash atë. I bi për kull në rëzhaj edhe hin limi tapet, poshtë, se mos po mëzojnë mu migat që e kishin për detyrë me mëzona. Ata s'pishin bo kërgjë, po e kishin kry detyrën me sukses, sikur të mëzajshin. Edhe, kur para me e najmë, Hoteli Onyx në Bojt Base, ajo është gigant i madh, ajo hotel shihet 50 Qatë shpejtësie, pe? Me posh më dul për balë. Aty isha njoftu për paran me bashortën që kom tash. Isha aty të kujtime të lifare. Fill për të hotelit, na im ndo fshat, do fushat fshatit kune anrajsh atëherë për më bo pilot. Në fund atje fshati jam. Em ka punu diçka, na im ti, mjek adrenalina, di ka punu diçka, kom një diçka që të... Emocioni, dëshira. Pa pas farën e mene. Qka zbritë poshtë? Jënë to, po për në lartësine... Poshtë isha bëllë, po desha dhe ma poshtë anaj. Po për bëllë i kisha bjeshtë. Në qatë drejtim nuk më isha sutesha, se fshatë jam rëndës bjeshke. Pe i stogut ato fshatët që shkojnë rënë. Veç më ka ardhë ashtu vetë e kom sjell në djastë, me ecë pak shtu, dhe sa më ka ardhë i stogu, ta më mirë. Ta më mirë, ta jem u këthy shtu. Sikur me fshi. Pa, një farë, këthimi gjësëm në thorë, që thojnë këta, edhe të komonë që njështë shpinë teme. Nuk u zesha shumë pësh më lëshu, se e hupsha. Edhe kër e nëzuna mirë kështu, sa ma pështë. Edhe pe këshiri aty 95% gaz, edhe që ato 5% jashtova, pej. Edhe lëshova sa ma pështë. Edhe zhurë ma është e madhe. Aty një stok nuk ra shumë pështë, se mundet me shaktu edhe shqetsime të njerëzit. Edhe kish mujt dikush ma anku, të mund kish dalë të lasha. Po katurnë që aty s'kisha që mje bo, kush e pat, kush këndetim shpis teme, nuk pata që mje bo, se rava shumë pështë. Po për të shpis teme, a ditë kish pa qëllu prindi, a i ka qenë një muratori, i shkon të qitë një kullem. A i qëllon në kullem. Edhe kur e mra në shpejt asaj dhe, unë si këm disë që shtaj në kullem, në ima të ajen 10 metra, 5 metra, shumë pështë e lëshesha. I ka ra të shlica pidore. Edhe... Të shlica? Po aje se ngull... Po dhe? Në Shqiprinë mëm, po i thojnë sqepari, këtë fjallë e mirë. Edhe një fjallë tjetër e kom një për të shlicë. I pështëna e pidore, edhe kish pa shoh. A kish pas shoh? Po. Mas më thuaj. Edhe një që i konti adon qegurat, përse qeremitit në e thëjmë në tona, të të më shoj se në është ta Ramadani e konë. Mërë të të datina, asta kamera, po që sajta. Do të teve, këtë regim shumë i bukur. Si në shove? Në të ditën. Fillun luftrat, ishte rëzik me të qunë në luft? Luftan Sloveni mas pari. Slovenia shpalli pa marsin. Ndikon ndokët 26 ka shpall pak ma. Po, mos u lov. Po veç po të kallëzoj. Se jemi në vitin 92. Veç, a ka qenë periuda kur ka filluar edhe në Kroaci, a akoma jo? O konë periuda kur forcat Jugoslave i konë tutë të hekë Slovenie. Për i Slovenie. Në qatë kohë. Edhe unë i kisha... A kishte rrezik nëse fillon të luft, si që filloj më vonë në Kroaci me qu, në luft, me godit saqe? Ka pas rrezik? Ka pas. Qështë e përjetun ata kur ju the pelshojnës, du më? Po. Historinë e këti për e Se morë që atër një dhe me ikë Shqipni, se në 92 tani me dëmëkratës që konë... Më fështini me kalëzoj, unë im konë... A ke menu në i herë? Tash për të kalëzoj. Unë kom qenë pilet provus. Edhe nena prebazun që të herë në Tuzën, me konë sa më afer... A ju që në Tuzën? Sa më afer Slovenisë, besa dhe Kroacisë. Kroacisë. Nuk ishë shah e mirë. Edhe unë isha pilet provus. Edhe veç 2 vetë kemi qenë pilet provus. Edhe u arku një aeroplan, unë kisha me provu që të aeroplan. Në 6.000, 9.000 metra, disa shtrime tjera. Ne s'po hinë detalis edhe një për elemente kem pasur edhe me shkim krejtë aeroplanit të ne me pa pëdhez.
Edhe 9.000 metra, une aeroportit Langen u kanë shumë afër, dita ke shumë e mirë, shto e kom pas hartën. Në hartë, fotografin e bashortës me 2 vajza. Më kuptan. Edhe aty ka punua peta, jo, e bona një ratë, por mbi këtë në menë, Që mi zonë ato. që më ra atje, e më qitë mu në Kongë, apo den, që shumë mikë me plan, kur më dheska Ta jo, këshim kënu një kongë. kur punoj kja jo adrenalina, o të isha pjashkeli. A ma i ka pas instrumentit këso për Galebi, veqa që isha frekvencën, me sa metra, sa kilometra, kreta, qitë ka e portin, lagën futë, veç kimi thonë nga që adetim. Nuk ish kur farë problemi. Po, hajte, si e nëzësha hartën, hajte këqyë në e gru, në thminë se nuk dhjetë që a bëhat me mu. A do më thonë, pate me dyshje, a ta bëja më Fate ta kom bëj. pas, fate kom pas me dyshen. Po, grunë e kisha për të paricë. Dhe ndërheqje edhe u ktheve në Kosovë. Po, po. Edhe tashi 92-ën. Po e ke bo me letra mirë, do më thonë e ke mush atë kohën. Fix 15 vite pune, ju më koni... Ki drejt, ke pas drejt. Po, Me pas thonë, drejt, s'du si ma, pas drejt e stame, po, du... mu demobilizu e kështu. Midis kanë pritë, se nuk e dishin dhe ku mujnë malë shumë mu aeroplan. A menzi që kanë prita? Ashtu budak mu. Po. Se shumë shpet më kanë Erdhe në Kosovë, me qka u morën në Kosovë? Da im të nëj, as disha me prashit, as me kusit, e kisha do tokë, edha të prendet. In gath në punë bujësore, kur kon hes, Kush me të majtë? kush me mbajt, unë e pa punë, të kisha rogën e madhe na im atje, edhe s'kisha kursy, kur gjës pa ta kursy. Aty, da im, gjimnazi, edhe i këshisha në, kur kush në kim bajt e orë të mbrojtje dhe sigurisë. Jo ka lanë, këtë lanë dikush e ka marrë dhe si në dorës, dy se ka në Edhe qka shkove në... Ama kur kom dhanë me mbrojtje, o kon landa kryesore, se o kore 97, 98, 99, na shumë vonë, dhe i vonë kemë bajnë, Deri vonë. se zdojshim me kriju panikë. Dhe më thonë ti mbetën në fshat. Meta në fshat, edhe në profesor. Edhe punoje një stoka në... E dy që shukon. Atëherë, kur në për shtëpia private. Në përshpia. Kur u futën u qekë? Ne më faktikisht brigada, Po? 133, Adrian Krasniqi, është formuar fshatin tanë. Dhe më thonë, në një farë mënyre, që atëherë edhe jemi Se kum pas me pyetje letra. atëherë na shkove, po juve që pas ki Po, fillu, jo, ma jo, herët po, pregaditje. Po që aty na jemi konë, se për shembull, Tash ti ishe oficeri karrierës, ë? po na jemi. Atë shifshin me atë sy, atë thoshin valla ti duhet se ti i din këto sena, apo... Na jemi ata kanë besu shumë në mu. Po, unë ja spjegova një sen. Tash unë Në po që për aeroplona teori, i gra. po, aeroplana e këm gra, e këm dheq, dhe në dhejt, një më koni pari në aeroplan që këm dheq në për ushtrime ndryshme. Ama as 2 ushtarë një teme, se më karam një thonë majta së djathë. Në për istikame. Nuk disha, unë nuk disha, kur nuk isha konë në ravë. Kur, Në ravë, po më nëjë një istikame, po Po. një istikame. Unë asë nuk e disha që shkelin istikame, tash mi thonë dikuj, në kapitan i klas parë që e kom shu. Tash ishe kapiten i klasit parë, E nuk din, po, e nuk din me qelë rovin, që shqelit, apo, të s'bushim jasë pjegu njerëzë, ku. E bukura është, se mos merrem me atë pjesë, e bukura është që ujnë Granove i pjesë e UÇK-s. Pa tjetër. Një oficer shqiptar që e kishim pregadit, e kishim qunë në shkollë, se tash ti deshte s'deshte na mas parit kina bon. Ta ne të kemi qua ati në shkollë, qashtu. e je formësu, e je këthy, edhe se qaj me të shlitë, që i ka ra të shlitë sa dam, ajo është kujdes fillimisht. Edhe pjesë e UÇK-s, ku gjeti Liria? Në Kosovë? Në Kosovë. Në Kosovë. Kosovë. U bane edhe vazhdove pjesë të MK-s, ha? Pa tjetër. A ditë kur me qujtu demobilizu ushtria shlirimtare e Kosovës, u mërësite? E kishe të fështirë? A ke qenë këtu në stadium? Në stadiumun e kom udhëhes një sin teme në stadium. A ke udhëhes një sin Po, tame? 10 vjetë jim konë në TMK, jim konë shef shtabi edhe jim konë në kolonel. Në kolonel e mbylle, Në TMK, në TMK. jim konë në kolonel. I kalova ato shkallë tjera që të kishin vetë. Po, bukur shumë, gjatë këtyre viteve. Edhe shef shtabi kom qenë aty. Gjatë këtyre edhe shef shtabi. Po. Shef shtabi që asaj njësi aerore. I ushtrisë të Republikës Kosovës, që kishe andru,
Që nashta s'kishe guxu kur me thonë, po në mendje në shpirt e kishe pas. A i ke thonë vetës një herë që kena me bon për ushtrin një ditë? Ne e kemi ditë si s'ka tjetër rrugdalje. A që s'ka tjetër? Nuk ka pas diçka që mundeshim me ndryshe pas ashtu. Këto 10 vite në TMK, unë kam qef me qujtë ushtria Kosovës, gjithë. Ushtria Shlirimtare e Kosovës, ushtria jonë. Neve, ndërkombëtarët, generali Agim Qeku theke, të thonë që ka dojnë ndërkombëtarët, na punojmë dhe veprojmë si ushtri. Thunë ju që ka doni, apo këtër, kështë që plotësisht na i kemi thonë ushtri, se kemi punu dhe kemi vepru si kër ushtri. Ta dikush, jo, jeni për këta, jemi për tana. Po, në ato 10 vjetë na emë, aty gravitun ka pat e ka spat pilot shqiptarë. Ka ndodhë pe Belgjikë ushtarë piloti kalon aeroplanin e transportit më ardhë, do më ardhë me kontribu njësin aerore në TMK se po formohet. A ti udhëhiqe njësin aerore? Bukur shumë. Po, një vit, 2 vite, bëjshim plane, jo vite nashën kemi pas helikoptera, jo po dojmë 4 helikoptera, jo 4 për bënë planin me 2 helikoptera, viti tjetër, do të kërgja, unë rëvëzojshim, aeroplana hezë vitet në shkojshim. As më ishin në Shqipëri me shku me bëni ushtrim anë i diçka? Ja, s'kemi mujë, nuk kemi post në përkrahje. Ja, dhe në akëshërshin edhe këta ndërkombëtarë. Sleke me librit. Fiks. E të na faktikisht të familiarizojshim me ndërnjësi të aviacionit, të helikopterave, kështu që bazojshin të këforit. U shëshnojshim, thëshim po familiarizimi njësia me njësi, na pilot. U shëshrejshi. Ata vishin të na. Edhe u shkojshit ata? Na shkojshim të ata. A ju rame fluturu në jere? Shumë pak. Shumë pak. Qaq sa mëse mujti me thonë që na krymë të anime. Unë e kom pas 2 fluturime e krejt, po unë e faktikisht për mu konë pak më ndryshë që në kom qenë pilot i aeroplanave, o dalej me madhë për aeroplane për helikopterit, po neve në interesashin teknikat. Shenjistra, qka shfrytëzojnë ata kur kryin një detyrë ushtarake, cilat jenë ato, po ato kretë shefësi du t'i kalëzë kërkush. Nuk t'i kalëzë ato kërkush. Gjatë këtyre 10 viteve jeni përpjek, po shihet. Jemi përpjek, po aty në nëzuni mosha, nuk fluturojshim kërkon, nas ka dun licencat, mete pa licenca, jo sot dja mas nestri edhe, që aty edhe më zuni pensionit të i prit helikopter. Pa me diplom pa? Ja, me diplom pa. Pilotit pa, tashi, për licencë dhjetë kejtë botën, është fluturan, vazhdo licenca, fluturan. Bashkështu. A kemi tash pilot në flasë në FSK? Në FSK, kemi pilot njaftushëm, janë certifikum edhe janë me licenca. Edhe një e mirë është që pilot që i kemi shkollu kryesisht në Turqi, nuk po lejohet që të kaskadon licenca, ose që po mahen tajnimet. Në më thonë përru licencat? Përru licencat duke fluturuar në Shqipëri. Edhe të njëjtin tip... A përshë që je dhe të une, thash, pëse shkojshin Shqipërin? Po kush në alojshin të disa vjetë i kanë këta pilot, i kanë 23-4, 25. 23-4. Po. E këtu veç du të me falenderue me dur të rokit Shqipërin non që më animon këtë dritim, Ajo është e mirë, sepse njëtin tip në Black Hawk helikopter, që na veç e kemi të miratume nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me i ble? Me i ble. A kushtojnë shtrejt? A e din? Pe 6 qëre, se më varet. Se këta në multi, përmendaj, mund të përdoren për detyra ndryshme, po dhe në rand parë për detyra ushtarake. Kanë multi-performance, po në rand parë ushtarake. Se mund është të përshamu, a dënë me variant dimës parë, a dënë variant për shurjet zjarëve. Po mendaj janë për qëfar variantet, dikon pe non helikopter, pe non milionve, se shpeti në përqilën e kaltët të Kosovës, do të tërojnë helikopteret e Republikës Kosovës. Black Hawk. Po, që është një arritje shumë e madhe, edhe është gojja një mesazh për çdo kënd që mendon që mundet me cënu territorin dhe integritetin e vendit tonë. Shkove në Mostar 14 vjeçar. 14. Punusën ku e njohe? Unë punova në Zar veç 3 vjet edhe isha
plotësisht gati i shkputur, i kisha 1100 km larg, se më isha në mëltu vikendeve. Kur erdha në Podgoricë, e kisha Shumë afër. 230 km i kisha larg, unë të premten, udhtojsha, kryesha punën, udhtojsha me kerr. Edhe sa shkojsha naim, e kom pas një gjyshe smuta e gjyshja, hajde djale me më qu të doktori në banjë, aty në neksat far hotel, koshtash. Edhe, kër e qajshën aty, ullëshim të prit, aty mota nacionale, apo të një gjyshja, qëre djale jem, qëre se tu ta bas për martonë, one. Merë në një peqityne, o bjerë. Vesi së më thajke, po kur shkova dy të nëre gjyshja, jem smut, thash gjyshje pasha zote kom nisë me dishun ty. Kom qanë për gjati mua atje, po qashtu edhe ndodhe. Aty e njohë, Po, qashtu. në banë. Po. Dhe sa vite i ra me jetu me ty në jetën ushtarake, njëherë Jugoslave po flasë? Interesant, na jemi feju, qatë dhe si ka vdek, tita jemi feju. Do më thonë, qash shumë vujte ti u mërzite për ditën, u fejove qatë ditë. O fejova. Sa fëmijë keni? Kam 4 vajza një djallë. 4 vajza një djallë. Djallë është maj madhi? Ja maj vogli. A maj vogli? Po. Shqiptar, ta man të shkutu një djallë. Janë rrit, janë... Po, gjithë janë punë, janë rrit, punojnë. Janë stabilizu, janë regullu, janë... Kret. Ndashta këtë shoqën teme me livdu dhe një punë. Po kjo nusja jote si e ka emrin? Mona. Mona? Po. Pe vrela aty e foto. E përshëndesim. Ase, këtë dështira e ka pas me të ushtarak, me shumë. Se në Podgoricë, unë e kom pas 20 km larg. Anë të përbjen Podgorice, dha haberin me uqon komsa, janë gjana. Edhe kjo, thmini ka qenë në shkollë në gjuhë shqipe. Në tëz? Në tëz i ka qenë. Edhe pse shkollën në gjuhë se bëgate kom pas në shpisë. Dhe shpisë. Po, i ka qenë me kerë, i ka Kush kërkoj ma shumë që mi qu shqip? Valla, dytë. Ta të S'ke mujtë e morë me. S'ke mujtë e morë me, si mi qëtë minë gjuhë se bëkrate. Po vetëm gjurë shqipe? Me gjuhë shqipe, kemi qëtë minë. Po me gjitha të për sakrificën e saj, Qashtu. me duru ty, me të majtë, me të pritë, kushe disa herë të vënuan dhe tyra ndryshme, edhe me i qu fëmin plus në gjuhën shqipe, edhe në tuz, çdo ditë. Kjo, me vërtet, e kanë sakrificë me vërtet. Ja, po ma punon si instruktor? Po. Vesh në autoshkollë? Vesh në autoshkollë. Në autoshkollën Fati? Po. Të lullit? Dhe më thonë me komrujt, ne atë që me thonë... Si më dhenjen e këto, pa tjetër. E komrujt se dhe jam maj ligjeratat, edhe pjesën praktike. Edhe pjesën praktike, maj, dhe me thonë profesionin e instruktorit e ushtrej hala. Zotri nën kolonel, zotri Ramadan Sadika i, pilot nga të rallës shqiptar, ishte knasi që t'isha mësafir. Falinderit shumë. Falinderit shumë, ishte knasi që t'kishim.